Mirë se erdhe të dashur duelist. Le të vazhdojmë rrugtimin së bashku në historinë e Yu-Gi-Oh! Le të shohim pak 3 duelistët legjendar me pakot e ndryshme që ata kanë. Është koha për duel! 3 legjenda të ndryshëm. Bëj lëvizjen tënde. Nga 3 epoka të ndryshme. Le të ngrejmë shpejtësinë. Le të vazhdojmë rrugtimin përmes kohës dhe hapësirës. Dhe çdo rrugtim e ka një fillim. Shumë kohë më parë, kur piramidat ishin ende të reja, mbretërit egjiptian luanin një lojë të mrekullueshme me fuqi të frikshme, por këto fuqi të errësirës u kthyen në një luftë, gjë e cila kërcënonte për të shkatëruar të gjithë botën, derisa një faraon shumë i guximshëm dhe i fuqishëm gjithashtu bllokoi këtë magji, duke i mbyllur bashk me sendet e 1000 vjeçarit. Tani, 5000 vite më vonë, një djalë me emrin Yugi çliroi energjinë e misterit të 1000 vjeçarit. Ai është i lidhur me energjitë e lashta egjiptiane. Fati përzgjodhi atë për të mbrojtur botën nga kthimi i lojës së errësirës, ashtu siç bëri faraoni guximtar 5000 vjet më parë. Faraonët e lashtë egjiptian nuk mundeshin më të predikonin betejat mistike, por më pas u evolua me një lojë shumë të famshme në botë, duel përbindëshash. Një ndër duelistët më të mirë që luajti këtë lojë ishte Yugi Moto. Ai ishte gjithmonë i gatshëm për një sfidë. Një ditë, gjyshi i tij i dha një sfidë Yugit me të vërtetë shumë të vështirë. Një sfidë e pamundur për të bashkuar një artefakt 5000 vjeçar, i njohur si misteri i 1000 vjeçarit. Por, nuk ishte e pamundur për Yugin. Ai bashkoi pjesët e misterit dhe kur ai ja doli mban, ai gjithashtu nxorri një fuqi të lashtë të një faraoni. Yu-Gi-Oh! Të dy ata u bën shok të ngushtë. Misteri i vjeçarit Yugi na lidh në të dy. Mendoj se fati ka përzgjedhur më shumë gjëra për ne. Ne do t'ja dalim mban pavarësisht çdo gjëje. Por kjo nuk ishte as pak e lehtë për Yugin dhe faraonin, derisa ata të mposhtin forcat e zgjuara të errësirës për të mbrojtur të gjithë botën, sidomos një kundërshtar si Seto Kaiba. Tërhiq letrën tënde të fundit patetike që ta përfundojmë këtë Yugi. Sa për djeni pagu e gjyshit tim nuk ka asnjë letër patetike, Kaiba, por ajo pagu përmban të pamposhmin Exodia. Kam bashkuar 5 letrat e veçanta dhe të gjitha 5 pjesët e enigmës. Është pamundur. Asnjëri nuk ka mundur që ta therras atë. Exodia, shkatërroj! Dhe Pegasus, i quajtur si zemra krijuese e letrave të lojës duel përbindëshash, ai dëshironte misterin 1000 vjeçar të Yugit. Tani, përgatite vete për evolimin e përbindeshit tim përfundimtar. Jam i syt sa po sakrifikua. Magjistari errët i kaosit, sulmo me magjinë errët kaotike shpërthyese tani. Tashmë përbindeshit një misyt është i shkatruar. Dhe tani vjen më i frikshmi nga të gjithë, pengesa më e madhe, Marik Ishtar, i cili donte një hakmarrje ndaj faraonit. Ka për të qëndruar për gjithmonë këtu. Faqu tani, shkatërimi përfundimtar. Kur kjo fuqi e mrekullueshme shfaqet një herë, çdo përbindësh në anën tënde të fushës do të shkatërrohet, duke përfshirë dhe dragonën e flatrave të rrasë që ke në fushë. Koha ime ka ardhur që të përmbush misionin tim dhe të heq liksin tënde nga kjo botë, një herë e përgjithmonë. Yugi është ndeshur në shumë betejë të tjera me duelistë të fortë, duke fituar titullin si mbreti i lojrave. Dhe rrugtimi që pati Yugi nuk ishte për shumë gjatë, derisa një gjenerat e re të ndiqte hapat e tij dhe të njohë mënyrën e duelit të përbindëshave. Tani, do të shkojmë drejt së ardhmës dhe të takojmë duelistin tjetër. Njerëz me privilegje të mëdha, por që kryesoheshin shumë në duelin e përbindëshave. Le të takojmë Jaden Yuki. Ka marrë pakon time, mora parisin e tani kam vetëm 2 minuta kohë përpara se Akademia e Duelistit të nisë me provimet. E po mirë, qëse nuk kam ende një nxënës atje, nuk ma do mendja se mund të më dënoj për vonesën. Më fal, ma hapa rrugën, shiko mbrapa. Oh, jo! Të më falësh. Ti je një duelist apo jo? Po, jam duke shkuar në provimet e akademisë. Mos më thuaj. Oh, Hej, a mos je ti? Përse nuk e merr këtë? Diçka më thot që kjo letër të përket vetëm ty.
Wow, me të vërtet? Pa çfat. O, faleminderit. Do të bëj Dhe krenar. Jadeni në mënyrë intensive mbajti premtimin me çdo kusht, por shkolla filloi me vështirësitë e saj dhe Jadeni e kishte të vështirë të mësonte. Gjatë provimeve, Jadeni padrejtisht gjithmonë nuk kalonte. Ai nuk mund të ishte më i mirë në mësime si nxënësit e tjerë, por kur bëhej fjalë për duelin, ai ishte në krye të klasës. Jadeni kishte një aftësi që të komunikonte me shpirtrat e dueleve, ashtu si Jubela dhe profesori Banneri. Jadeni e përdorte atë fuqi për të ndihmuar miqtë e tij, ishte një gjë e mirë, por kishte shumë gjasa që në të njëjtën kohë t'i futej telasheve. Por kur gjërat ishin shumë të vështira, Jadeni me të vërtet bënte lëvizjen e tij më të mirë, ashtu siç ndodhi një herë me mistikun e fortë Kagemaru. Më pëlqen këtë trupi i ri. Por në fakt, ka një gjë që mungon. Oh, e di se çfarë. Është e shpirti yt, Jaden. Tani le ta përfundojmë këtë duel. Unë luaj 17 çmimet e gurit të argjend. Tani, pikët e sulmit elektronit tim janë 14.500 pikë sulm. tani s'kto, heroi elektron, rretho demonin e tij. Gjithashtu, kur ai u ndesh me guximtarin Sartorius, ai donte ta bënte botën në një vend të pashpresë pa mendje njerëzore. Më dëgjo mirë. Njerëzit e tokës do më duan vetëm mua. Hey, Neos, a nuk duhet ta mbrojmë universin shoku? Pikja llambat atij dhe jepi fund këtij dueli. Dhe kur ai u ndesh me profesorin në park, ai kishte gjithmonë një plan nën mëng. Është koha që të bësh lëvizjen tënde në përsh. Faqu që tani helmuesi, brejti gjarprinjve helmues, shkoa dhe helmo gjithë fushën. Kundër sulmon në fushë betejë. Po, është e vërtet, Jadeni nuk mund të ishte brenda në rol, por ishte e sigurt që do të ishte në rol kur bëhej fjalë për duele dinamike. Dhe tani, le të vazhdojmë rrugtimin ton drejt së ardhmës. Mirë se erdhat në qytetin e ri Domino, ku duelet kanë evoluar në një luftim rrugor me 5 metale. Një linjë e shpejtë sillte në jetë reale përbindesha, por askush nuk ishte më i shpejtë se sa Yusei Fudo. Një mjeshtër për mekanikën, i cili kishte guxim të duelonte përtej qytetit satelit dhe gjithashtu kishte guxim për të thyer barrierat përmes qytetit të ri Domino. Yusei kishte një dëshirë të jashtëzakonshme të bënte botën një vend më të mirë për ata që e rrethonin. Ishte një kufizim midis atyre që kishin një jetesë luksoze dhe atyre jashtë qytetit të ri Domino. Çdo herë ai gjithmonë ngrinte shpejtësi në motorin e tij të luftimit, ku ai gjithmonë nxirrte gjëra të reja brenda njerëzve që e rrethonin. Ai jepte shpresë njerëzve që të besonin se ka një të ardhme më të dëlirë për të gjithë. Dhe në të vërtetë kishte. Veçanërisht kur Yusei zbuloi se ishte një nga 5 shënjuesit të lidhur me fatin që të zbulonin sekretin e madh të Dragojt të Kuq. Me fuqinë e Dragojt të Kuq dhe nga mbështetja e miqve të tij më të mirë, nuk kishte asgjë që ta ndalonte Yusein, pavarësisht që kishte shumë veta që përpiqeshin ta ndalonin, si shënjuesit e errësirës bashkë në krye me toksorin e pavdekshëm. Ti ke për të paguar për të gjithë dëmtimet që ke bërë deri më sot. Unë tani thëras toksorin e lidhjes shënjuese Uru. Zirë për brënda fuqinë e shkatërimit të drejt për drejt, sulmo! Unë tani aktivizoj kurtin tim, pluhuris për katës. Unë mund ta përdor këtë letë kurti për të thërritur dragojnë e pluhurit të yjeve. Dhe tani, ai ka për të sulmuar me flakët kozmike. Një ndër më të fuqishmit, Rex Godwin, i cili do të shkatërroj botën dhe ta rikrijonte sërish sipas imagjinatës së tij. Ne do të duelojmë në kreshtën e madhe. Në këtë mënyrë do të shkatërrojmë unë shënjues patetik. Atëherë le të shkojmë. Tani është një moment i bukur për të thënë lam të mirë. Nxjerr flatrat e errësirës e raska ime. Unë bën një thërritje sinkronizuese. Dragoj madhështori pluhurit të yjeve. Toksori lidhjes e raska, do t'i vije fundi. Shko dragoj madhështori pluhurit të yjeve. Ndryqo që të zhdukesh errësirën mbi to. Unë humba, mori fund.
Kur Jose kishte shumë kundërshtar të ndryshëm, ai gjithmonë te kalonte limitet e tij. Ai kishte kohë shumë të vështira, por një gjë ishte shumë e sigurt. Kur ai ishte ulur në motor, e dinte që ndalesa e radhës ishte vetëm fitoria. 3 duelist, 3 kampion, 3 heronj. Dhe tani, një aventur epike do të filloj për secilin prej tyre, Yuki, Jaden dhe Yusei. Ata do të ndeshen në një duel që do të caktoj të tashmen, por gjithashtu dhe të ardhmen. Kjo ishte me të vërtet e papritur, ë? Oh, kam një parandjen që ai po më afrohet më shumë. Si thua sikur të më ndihmosh pak, Neos? Jaden Yuki, duelisti I cili mund të flasi me shpirtrat. Është një privilegj të kemi një rotacion të tillë. Pra, ky që nga I pas gjithë këtij shkatërimi. Por është e vërtet, në të njëjtën kohë është e mahniqme. Është për të bërë wow! Dua të them, këto duele me përbindësha janë në jetë reale. Mos u emociono shumë. Ai po shkatron çdo vend pas së gjithash. Jaden, a mendon se mbarova me kaq pas duelit? Qa them më? Thuaj lam të mirë, sepse kam vendosur të t'jap fundin edhe ty gjithashtu. Çfarë do që po vjen, dyshoj se nuk është për mirë. Lam të mirë, Jaden! Alarm emergency, alarm emergency. Largoni nga vendi me një herë. Largoni nga vendi me një herë. Bëni kujdes! Yusei, përsëri pe atë ëndrrën e keqe apo jo? Nëse do të ishte vetëm një ëndër. Por kjo ka shumë kohë dhe qyteti I ri Domino është rindërtuar që kur babai yt bëri kompromise me të tjerë. E vërtet, ti duhet të ndalosh duke ndryshuar gjëra që nuk mund të ndryshohen. E shkuara thjesht mbetet e shkuar dhe duhet të vazhdosh përpara për të ardhmen. Kjo është shumë e vërtetë dhe kur bashkohem me vendimin e Xhekut do të thotë se I ka rënë pikës. Ta do të doja të ishte kaq e lehtë. Unë e di se si të ta ngre pak humorin, Ormik. Oh bra, eja Yusei, le të shkojmë. Në rregull. Ndoshta një ditë do të mundem të harroj dhimbjen që shkaktoi babai tim, qyteti I ri Domino. Por ajo ditë nuk është sot. Njerëzit në këtë qytet kanë vuajtur shumë. Unë do të bëj gjithçka me fuqitë e mia për t'i mbajtur ato të sigurt. Ej, çuna, pas kemi shoqëri. Unë nuk kam parë kur një motor dueli si ai më parë. E pra, por as duelistin që po nis atë. Nuk mund ta besoj që ai tipi po na sfidon në një duel. Nëse ai do një duel, ai do ta marrë atë duel. Është e gjitha jotja Yusei. Bëje. Modaliteti duelit është gati. Në rregull, le të ngresh shpejtësinë. Ja ku po shkoj!
Do qoftë ky djalë pas ka me të vërtet shumë aftësi. E vërtet, por edhe një sulm tjetër dhe ky duel përfundon. Ha, pra ju se, është koha që ta mposhtësh atë. Erdhi koha miku im I vjetër. Le ta bëjmë këtë. Unë bëj një thërritje sinkronizuese! Dragoj plurit të yjeve! Unë nuk mendoj kështu. Një letër e bardhë, për çfarë është ajo? Apo më bëjnë që syt, dragoj plurit të hyjeve. Është zhdukur dhe ja vodhi. Por si është e mundur? Shumë gjëra në këtë botë janë të mundshme, Yusei. Dhe tani kam të plot fuqishme dragojnë e plurit të hyjeve. Një nga letrat më të dobishme në epokën tënde. Më thuaj se kush je. Hey, prit vetëm pak! Ha! Dragoj yjeve. A mund të më thot njëri se çfarë ndodhi? Do të thoja, por unë nuk e di për vete. Ente nuk më ta besoj që ai me mori dragojin e yjeve. Për çfarë e ka marrë ai poshtër atë? Këtë do duhet ta dija shumë. Kemi djema. Akiza, Leo, Luna. Shikoni, pa ju ofenduar, por ky nuk është momenti I dur për t'u takuar. Kush thash që thjesht po takohemi, Jack? Ne këtu kemi një punë me rëndësi. Punë me rëndësi? Pa më thuaj pak. Unë dhe Leo po bënim kërkimet tona në një website për duelin e përbindçave edhe pam këtë. Hej, unë e njoha të tipin. Kështu duket. Është Maximilian Pegasus, magjepsësi I iluzioneve industriale. Ai është krijuesi I duelit të përbindçave. Dhe shiko kush është pas tij. Yugimoto, breti I lorave Dora vet. Ata thonë sa ishte duelisti më I fortë për pakun që kishte. Mua as më duket aq I fortë, të paktën një matë stil flokësh. Por më duhet ta pranoj faktin që është një legjend. Do të kisha një dëshirë të madhe ta shikoja Yugin në aksion që atëherë. Kjo është ajo që doni të na tregonit? Jo, çoje pak në faqen tjetër. Prit pak, dragoj plurit të yjeve. Por ajo letër nuk ekzistonte dikur. Pikërisht pra. Shikoni, artikulli thotë se janë shfaqur shumë dragojnë duke shpërthyer sulme pothuajse në të gjithë Europën. Por unë nuk mbaj mend ta kem dëgjuar më parë këtë. Kjo qenë ka një ngjarje e madhe historike. Përveç kësaj, kjo është një histori e re. Ka diçka që është ndryshuar në të shkuarën. Prit një minutë. Është ai duelisti që pa më parë. Çfarë po ndodh jashtë? Ha? Nuk më pëlqen as pak kjo pamje djema. Leo, çfarë po ndodh? Qyteti ynë po zhduket. Pse? Ndoshta kam parë ca si shumë sot. Por çfarëdo gjëje të ndryshuar në të shkuarën, a nuk supozohet të ke ndryshuar në të ardhmen ton? Pra, kështu thua ti? Nëse e shkuara ka ndryshuar, kjo do të thotë se ai djali maskuar kishte të drejtë. Epoka jon, e gjitha periudha jon kohore, do të thonë se po I vjen fundi. Ha? Është shenja e dregojit të kuq. Dhe shiko, motori I duelit të Justeit po kërkon gjithashtu. Çfarë po bën Justei? Unë nuk jam I sigurt, po ai po më thërre. Unë nuk e di se ku po më dërgon, po kjo do të më jap një shans që ta ndaloj këtë. Mu udhëzon në këtë rrugtim. Le të shkojmë. Janë disa dragoj. Asnjë prej tyre nuk po mundot. Jaden Yuki, rriqe edhe ato për fundin tënd të afër. Tani shkatroje. Oh. Leos!
Jam baron këtu! Çfarë është ajo? Dërgoj jeni plurit të hyjeve! Yusei, si u ktheve pas në kohë dhe që unë nuk e di? Por një gjë e di shumë mirë, që nuk ndryshon asgjë për ty dhe Jaydenin. Nëse ju nuk shtukeni nga duart e mia, atëherë fundi i kohës do ta bëj. Fundi, çfarë? Prit pak! Yusei apo jo? A mund të më thuash nëse është e mundur se çfarë po ndodh? Ose më mirë, kush ishte ai tipi me maskë? Sa do të doja ta dija për vete. Ti morë me të vërtet shumë gjuhëtja atje. A je mirë? Unë jam shumë mirë. Ti je sa gërvishti. Jeni djalosh i fortë. Jayden, kështu të quajnë ty apo jo? Po, ky është emri im. Dhe ky është dueli im. Pavarësisht që nuk pe asgjë në duelin me atë tipin. Oh, mos mbaroj me kaq? Në fakt, jo. Ai ka një tjetër plan. Gjithsesi, unë do të hakmerrem. Do ta shohësh. Çfarë është kjo që ke marrur? Duket si diçka nga ardhmja. Në fakt është. Është. Çfarë do të thuash me është? Ai tregoi atë që tha Jayden. Yusei është nga një kohë tjetër. Nga një kohë tjetër? Mos bëni shaka tani. E nga e dini ju këtë? Ne e dim sepse është shpirti. Yusei ka një dhundi që mund të lidhet me shpirtrat e duelit të përbindëshave. Mendoj se ata e kanë për këtë shenjë. Atëherë, kjo do të thotë se unë dhe ti pas kemi shumë ngjashmëri, Yusei. Po, Jayden, tani më thuaj pak, si përfundove duke përballur me atë tipin me maskë? E po, ta nga shokët e mi të klasës më treguan se në duelin e përbindshave po gabiteshin lehtë. Unë po kujtoja për këtë hajdutin dhe merre me mend se kush ishte. Me dëgjoj, Jayden. E di që sapo jemi njohur, por më beso se ne duhet ta ndalojmë këtë njeri, sepse nëse ne nuk e bëjmë, kjo jetë që ne njohim, nuk do ta njohim më kurrë. Koha ime, koha jote do të ndryshojnë krejtësisht. Dhe me beso që nuk ka për të ndryshuar për mirë. Prit pak, a mos po thua gjë që të bashkojmë e ta mbushim këtë tipin? Pikërisht, Jayden. Bukur, por si do ta mundim atë? Pra ai nuk është këtu, si do ta kapim atë tipin? Di unë një mënyrë. Ai ka shkuar pas në kohë një epokë ku ka bërë një lëvizje të madhe. Një epokë që ka ndryshuar historinë dhe të ardhmen përgjithmonë. Wow! Çfarë do të thuash që ka ndryshuar historinë dhe të ardhmen përgjithmonë? Nuk mund të ndryshuar historia. Ja shikoj vetëm pak. Më le të kontrolloj pak databazën e artikullit për qytetin e ri Domino. Dhe ta vërtetoj që historia ka ndryshuar komplet. Dhe jo për mirë. Çfarë dreshi po bën ai djalë? Nuk e di, por ai po bën ato që përmendëm më parë. Nuk ka mundësi. Unë kam atë që më duhet. Jo, ne ose ashtu. Edhe këtu po vardon gjithashtu. Kjo kohë dhe epokë po shkrumbohet pak nga pak, duke filluar nga letat e duelit të përbindshave dhe gjithçka tjetër. Tani çfarë supozoj të bëjmë Yusei? Tani do të lëvizim. Ku do të shkojmë? Mirë se erdhët në turnumentin e qytetit Domino. Kjo është mrekullueshme. A nuk e kanë bërë bukur? E kanë qarë. Ky po që është një turne mordjal. Jam ende në mendime pse thonë që Pegasus ka për të ardhur sot këtu. Dhe tani zonja dhe zotrin, momenti më i shumë pritur. Burri, i cili është pas përbindeshave dhe magjisë, krijuesi i duelit të përbindshave. Njeri dhe i vetmi nga më të mirët, Maximilian Pegasus. Përshëndetje fansat e dueleve. Është një kënaqësi t'ju shoh. Por është akoma kënaqësi që të shihni madhështinë time sot në qytet. Shijo momentet e tua të fundit, Pegasus. Nuk mund t'i besoj syve që këto hologramet të duken ka reale lart në qiell. Nuk më duken thjesht holograme, gjyshi! Gjyshi! Ky është një makt! Unë supërzosha të isha lartë në sken! Po jo ndërtesa!
Por... Gjyshi... Ka... Ja! Më në fund, puna ime mbaroi. Më mori ka shumë kohë, për më në fund historia ndryshoi. Kështu që dueli përpindeshave nuk është më. A je mirë? Ha? Është në rregull Yugi, je i sigurt tani. Ku ndodhem unë? A gjyshi i mirë? Ku është Pegasusi? Prit, a ishte kjo e gjitha një ëndër? Ja ka frikën se jo. Kjo është marrëveshja vlla, nuk ka rëndësi se ku je, por kur je. Të kemi dërguar pas në kohë. Jemi para sa ato të largojnë të shpërthejnë këtë vend. Shikoni, ne u suksye. Kush jeni ju, djema? Emri im është Yusei Fudo. Dhe unë jam Jaden Yuki. Yusei dhe Jaden, unë jam Yugimoto. Nuk është e nevojshme ta thuash. Ne e dim se kush je. Wow, por si? Sepse ne jemi nga ardhmja, asgjë më shumë. Çfarë? Jo se nuk ka gjë më shumë, por edhe me aq sa di, jemi këtu për të shpëtuar botën. Atë tipi me maskë QP duhet ndaluar. Oh, ashtu si ti, ne pama të që ndodhi në kohën tonë. Ai tipi ka një mision të rëndësishëm në jetë për të mundur Pegasusin. Por pse? E po, ne nuk kemi ende të sigurt për këtë, por ne dim vetëm kaq. Nëse Pegasusi largohet, bota i dueli të përbindeshave që ai krijoi. Do të largohet bashkë me të. Çdo gjë që ka të bëjë me të, do të zhduket, si shkollat, qytetet, njerëzit, madje dhe emri yt. Oh, dreqin. Por kjo gjë nuk do të ndodh, prandaj jemi këtu. Së bashku, ne mund ta ndalojmë ato të poshtuj nga plani i tij. A do të na ndihmosh? Ai tipi më ka lënduar gjyshin tim. Dhe gjithashtu duket që ai do të më lëndoj lojën që unë dua me gjithë zemër. Kështu që unë kam një dëshirë të madhe për t'ju ndihmuar me aq sa mundem. Ka për t'u penduar ai tipi kur ne t'ja dalim në këtë betejë. Më bëhet qefi që të kemi në anën tonë. Ta qefi! Tani në anën tonë kemi mbretin e lojrave. Tani le ta bëjmë këtë çuna. Unë e pashme, ti trepe për vdekja ta mo shoqe. Kështu që vazhdoni që të gjithë. Vraponi sa më shumë dhe mos shikoni mbrapa. Shpresoj që kjo t'i friksoj ashtu siç ndodhi kur i ra Pegasusit ajo ndërtesë. E drejtë, tani ardhme dueli të përbindeshave është e sigurt. Unë mendoj se jo. Dëgjo këtu të thash. Ne dim se çfarë qëllimi ke dhe nuk do të lejojmë që të bësh gjë, kuptove? Kështu që ajo që them bën mirë të largohesh dhe të shkosh ande nga ke ardhur. Po kjo është arsyeja prapë se kam ardhur nga atje. Megjithatë ka ardhur koha. Nuk u prezantova siç duhet. Emri im është Paradox. Paradox. Dyshoj se nuk më njihni. Më saktë jam më i panjohur se ç'mund ta mendoni. Në fakt nuk vi nga asnjë epokë apo kohë ku ndodheni ju. Unë kam ardhur nga e ardhmja. E çfarë do të thuash ti me këtë? Nuk po e kuptoj. Çfarë ka në kokë ky njeri? Nuk na intereson për të shkuarën tënde, thjesht duam që bota të jetë e sigurt. Oh, pra kështu na qanka. Shumë keq, asnjëri nuk mendoj që të më mbronte mua, ose ata që kam dashur. Tani unë më në fund mund ta marr hakun tim, do të pushtoj botën ashtu siç kam vojtur unë nga dhimbja. Për këtë arsye jam këtu, sepse kam kuptuar diçka nga kjo loja që doni ju, ky dueli përbindshave. Bota do të ishte një vend më i mirë pa të. Përbindshat apo magjit, çat mirë sjell kjo vallë. Si gjithmonë ju shpëtoni botën me letrat tuaja të çmuara dhe me të njëjtat letra që sulmoni kundërshtarin, po me ato shkatroni botën. Prandaj ti je këtu, që të pushtosh botën e duelit të përbindeshave? Pikërisht, një herë për gjithmonë. Hiqe fare nga mendja këtë që the. Ta heqësh ti nga mendja. A nuk e sheh që në vend që të më ndalosh ti po bën më të mirën tënde për të më ndihmuar Yusei? Ta thash një herë, nga vendi që kam ardhur është arsyeja pse jam këtu. Nga vendi që kam ardhur është një ardhme e rënuar. Jo, e ardhme jonë është ndryshe. Jo, në të vërtet nuk është. Është një vend i shkret. Aq i shkret është sa që nuk mund ta shoh dot me sytë e mi.
Është kaq e dhimbshme, por më në fund erdhi momenti që të shikoje se si përfunduan gjërat kështu. Përgjigjja e pyetjes time ishte shumë e thjeshtë, ishte dueli për binçave. Kështu që mënyra më e mirë që ta shkatroj këtë zjarr është të udhëtoj mbrapa në kohë, që mos ta lejoj që të përhapet më. Kthimi në kohë nuk është as pak një hap i lehtë, por kur ke një shpresë, ka një mënyrë. Dhe atje ishte një shpresë. A nuk po e kupton? Ti nuk po shtuk vetëm duelin e përbindeshave, por edhe njerëzit po ashtu. Ti për të katëron çdo gjë dhe çdo njeri që është e prekur nga kjo lojë. Po sigurisht që e kuptoj, Jusej. Për hir të së vërtetës, ky është synimi im. Ti nuk je as pak në rregull. Ndoshta loja nuk është e përsosur, por është krijuar për gjëra të mira, jo të këqija. Dhe një gjë tjetër, ardhmja nuk është ende e rënuar. Ka ende kohë për të ndryshuar gjërat. E po mirë atëherë, duket që pas kemi opinione të ndryshme, meqense po dyshoj çdo fjalë që ju po thoni, mendoj se duhet ta zgjidhim këtë gjë në një mënyrë tjetër. Me të thuar se do një duel, atëherë le t'ja nisim paradoks. Mirë pra, do t'ishte mirë t'ju shkatroj ato letra tuaja që po përpiqeni t'i ruani me gjithë zemër. Paradoks, bëu gati që të bësh lëvizjen tënde. Koha jote për të rënuar të ardhmen mbaron këtu, le të ngrejmë shpejtësinë. Yugi, nga të gjithë duelistët e tjerë, ky duket shumë i zotit. Atëherë le t'ja fillojmë sfidës tonë. Yu-Gi-Oh! Unë kam vetëm një gjë për të të thënë ty, Paradoks. Është koha për duel! Le të shkojmë! Ju uroj fat, Faraon. Fati gjithë botës betet në duart e atyre të treve. Po ja nis unë i pari, dhe mendoj ta filloj duke aktivizuar magjinë e fushës bota mëkatare. Çfarë ndodhi kështu? Bota mëkatare, në vend që të marr një letër çdo radhë, mua më lejohet që të marr një letër mëkatare nga pakoja direkte për në dorën time. Tjetër, unë dërgoj nga pakoja shtesë për në Vareza dragojn kibernetik përfundimtar. Kjo do të thotë se dragoj mëkatar përfundimtar do të shfaqet në fushë. Hey, a mund të më thoni njëri se çfarë bëhet fjalë me këto letrat mëkatare? Këto nuk janë letra do si do, por është një lloj pakoje që përdor dhe vi nga e ardhmja, një nga avantazhet në udhtimin e kohës. Jaden, e vuar se si e solli në versionin mëkatar të atij dragoi? Ai thjesht do bëj versionin e vërtetë të dragojit kibernetik përfundimtar nga Varezat. Me fjalë të tjera duke shkatruar versionin e mirë të një përbindësi, ai jep jetë një versioni të lig. Me sa duket Paradoksi shikon vetëm anën e errët të duelit të përbindeshave. Po Yugi, dhe do ta përdor për t'ju mposhtur që të gjithëve. Por që mos ta teproj më shumë tani, përfundoj radhën me një letër fytyr poshtë. Me dëgjoj, Jaden. Yugi, ne e dim pse jemi këtu. Miq tan dhe ardhmja jon. Çdo gjë ka të bëjë mbi balancën tonë dhe gjithashtu të këtij dueli. Është e vërtetë, ne sapo jemi njohur. Dhe ne nuk i njohim stilet e të luftimit të njëri tjetrit, por pavarësisht kësaj, që tani ne duhet të luftojmë si njëri vetëm. Të gjitha aftësitë tona, të gjithë eksperiencën tonë të mëparshme, le t'i përdorim. Le të fokusohemi vetëm në një gjë të vetme. Unë i bashkoj mendimit tënd, Jusej, dhe sipas meje unë mendoj që t'ja fillosh i pari. Në rregull. Ja ku po shkoj. Si fillim, unë luaj letrën magjike, rishërimi i shpresës. Duke dërguar 2 përbindesha në Vareza që tani, ne mund të tërheqim letra përbindesha më vonë. More, budalla, nuk e kupton që ka për të qenë vonë për ty dhe miqtë e tu? Atëherë, do të thërras pas termën sinkronizuese. Me qenë se unë isha një gjendje ta thërrisja atë. Tani mund të thërras një përbindesh me 2 ose me pakyje nga Vareza. Zogu Zanor, vendosi puplat e tua në pozicionin mbrojtës. Tjetër, unë do të luaj aftësinë e riqit të shpejtëve të tim nga Vareza. Një aftësi me që kam një përbindesh akordues në fush. Më lejon që të thërras i riqin vetë tim në fush. Por nuk do të jetë për shumë gjatë. Ata do të sjellin një përbindesh tjetër. Së fundmi, ka një dhuratë në fush, sepse jam duke i bashkuar të gjithë ata. Ashtu si unë, Yugi dhe Jaden po bashkojnë forcat tona, kështu që dhe ata bashkuan forcat e tyre. Unë thërras tani përbindeshin sinkronizues.
pastërma mbrojtëse! Sinkro çfarë? Unë nuk e di, por më pëlqen jashtë mase, e mrekullueshme. Unë vendos 2 letra fytyr poshtë dhe e mbyll radhën time. Është me të vërtet lëvizje patetike. Kjo është më e mira që mund të bësh. Bën mirë të dorëzohesh që tani. Pagoja jote nuk mund të ndeshet me timen. Të paktën një tani që i mora Jusej dragojnë e plurit të yjeve. Është lëvizja ime. Me këtë që do të bëj të t'ua tregoj unë se ç'është fuqia e vërtet. Unë dërgoj dragojnë ylber nga pagoja ime për në Vareza. Dhe ashtu si shikuat pak më parë, kjo do të thotë që mund të thërras dragojnë ylber më katar në fush. Si guxon, lëre letrën e miku tim jashtë kësaj. Ja për sa i po grabiste gjithë ato letra. Ti mendon se po shpresoja kod ndaj udhëtimit në kohë, kështu që unë mund të koleksionoja letra që në këtë mënyrë të mposhtja Pegasusin. Derisa i moment erdhi, do t'i përdor ato për të shkatruar që të tre ju, Dragoj Ylber, mëkatar, sulmo tani, spektrin ndriçues. Unë luaj aftësinë e pastërmës mbrojtëse. Bashkë me të, përbindësh e yt do të kthehet në pozicionin mbrojtës. E po mirë atëherë, ti ndalove një nga dragojt e mi mëkatar, por unë dua të përmend njërin, i cili do të nxjerr jashtë loje. Dragoj mëkatar kibernetik përfundimtar sulmo. A je mirë? Thuaj diçka ormik. Unë jam shumë mirë. E po ti nuk do t'jesh kur pikët e tua të shkojnë në zero, sepse në një duel mëkatarësh nuk humb vetëm duelin, por edhe shpirtin. Unë luaj aftësinë e 2 të pastërmës mbrojtëse. Kur shkatërohet një nga përbindëshat e tu, përfundon në pozicionin mbrojtës. Dhe tjetër, unë luaj kurtin Mirakulli Shëndritshëm. Më lejon që të zgjoj një përbindësh nga Varezat, që u shkatrua këtë radhë. Më falni. Unë humba disa pikë jete. Nuk e pse kërkon falje, Jusej. Me të vërtet, ti shpenzove pikë për të zbrapsur ato përbindësha të fortë, një mënyrë e mirë. Faleminderit çuna. Kam bërë me të mirën time. Kur kemi kaluar gjithë këto kohë me pakot tona më të mira, ne kaq mund të bëjmë. Dhe ne do të vazhdojmë të bëjmë akoma dhe më shumë që të fitojmë këtë duel. Në kohën time kam dëgjuar lloj-lloj fjalësh mediokër. Por kjo që sa po the, ishte më patetike nga se e mendoja. Unë vendos një letër fytyr poshtë dhe përfundoj radhën time. Në rregull pra, me shumë dëshirë jam i gatshëm të të kërcas një ca kocka. Ja ku po filloj. Jusej, e ke problem nëse luaj pak atë bukuroshin? Në rregull pra, unë luaj këtë. Me polimerizimin mund të bashkoj pastërmën mbrojtëse në fushë me herojin elementar Neos nga dora ime. Kjo është hera e parë që 2 përbindësha nga kohë të ndryshme të bashkohen në një të vetëm. Ja ku po vjen një nga më të mirët nga të dyja botët tona. Heroi Kaloros elementar Neos. Tani, heroi Kaloros elementar Neos është një përbindësh me fuqi të veçanta që do të marrë pikët e plota të sulmit nga pastërma mbrojtëse e Jusej. Dhe bën mirë që ta besosh, se atë fuqi do ta shpërthej tek ty. Tani përgatitu Kalor si Neos. Zhduka të dragojnë mëkatar kibernetik përfundimtar. Dhe me qëra fjalla, Kalor si elementar Neos ka aftësinë që të sulmoj 2 herë në një radhë beteje. 2 sulme! Nuk je aq i fortë. Kështu të lumë, Jaden. Kisha dëgjuar për aftësinë e Kalorsit, por jo 2 sulme në një radhë. Le të shohim se sa do qeshësh pas kësaj. Unë aktivizoj letrën e kurthit melodinë mëkatare. Tani me që një përbindësh mëkatar është shkatëruar, mund të tërheq 2 letra nga pagoja ime. E po mirë, unë vendos fytyr poshtë 4 letra dhe përfundoj radhën time. Luajtë shumë lezetshëm, Jaden. Ti duhet të më tregosh se ku ke mësuar të luash me kaq shumë zemër dhe pasion. Një vend i vogël që quhet Akademia e Dueleve. Besoj ose jo, unë zakonisht lija orët e mësimit. Po, nëse do t'isha mësuesi, do t'jepja notën 10 në lëvizjen e fundit. Shpresoj që njerëzit e qytetit e ri Domino të më japin dritën jeshile pas kësaj që bëra. Është radha ime. Por në vend që të tërheq, unë do të vendos aftësinë e magjisë fushore për të marrur një letër të rastësishme mëkatare nga pagoja. Mrekulli! Unë tani kam atë që më duhet në kishtat e mi për të fituar këtë duel. E ardhmja do t'jetë ndritur palojën e duelit të përpinçave. Unë vendos dragojnë e plurit të yjeve nga pagoja shtesë për në Vareza. Tani shfaqu dragoj mëkatar i plurit të yjeve!
Është dragoi im. Paradox mor Jarper, çfarë i ke bërë atij? Unë thjesht të prezantova të ana ere të përbindeshave, por ka edhe më shumë. Tjetër, unë thëras ingranazhin e mëkateve në pozicion sulmi. Tani ingranazhi i mëkateve akordohet me dragon mëkatar të pluhurit të yjeve. Çfarë? Ti nuk je i vetmi që bën thërritje sinkronizuese, Yusei. Shfaqë në fushë, e përtonë për errësirë për të arritur në kohë, dhe përmes errësirës bashkohu me të gjithashtu që të krijosh një ligësi të pastër. Unë bëj një thërritje sinkronizuese, dragoj mëkatar Paradox. As pak mirë. Më pas aktivizoj efektin e veçantë të ti. Si që shikuat me qënë unë bëra një thërritje sinkronizuese, më lejohet që të marra të përbindësh sinkronizuese nga varezat direkte për në fushë. Kështu që shfaqu përsëri dragoj pluhurit të yjeve? 2 dragojnë përsëri? Është vërtet, Yusei. Tani dragoj Paradox i redukton pikët e sulmit të përbindëshit që ka Jaideni nga pikët e sulmit të përbindëshit që ringjalla. Atëherë kalore si Neos, gjunjëso para meje. Neos, jo! As pak mirë, nëse kjo lojë vazhdon kështu, nuk do të ketë më shpresë për Jaidenin dhe të tjerët. Nuk mund të them dot që ju të tre nuk bët një ndeshje të mirë pas së gjithash. Dragoj mëkatar Paradox, katëroje kalore si Neos. Je di se çfarë duhet të bësh ti. Pikërisht atë do të bëj. Unë luaj një letër kurthi, barriera herojve. Fal kësaj, me që unë kam një hero elementar Neos, në fushën time unë mund ta anulloj sulmin tënd. Të lum! Lëvizje shkëlqyer. Unë nuk do t'isha kaq i sigurt. Unë luaj rrjedhin e ngushtë mëkatare. Meqense kam një letër mëkatare sinkronizuese në fushë, më lejohet që të shkatroj një nga përbindëshat e tu. E shikon që çdo lëvizje që bën më ndihmon të aktivizoj kurthin tim, mirazhi elementar. Kur një hero elementar shkatërrohet nga një efekt në fushë, më lejo që ta kthej mbrapsht. Riktheu sërish në fushën time, kalor si elementar Neos. Një kundërsulm efikas. Do të ishte me të vërtet shumë e vrasë që do ta lija fushën pasi përbindesh. Faleminderit. Dhe mund të më besosh që do ta kesh Neosin në duart të sigurta. Më vjen keq, Yuki, por edhe lëvizjet e tua më të mira nuk janë të mjaftueshme këtu. Jo për aq kohë sa kam dragojnë e pluhurit të yjeve, sepse për shkak të efektit nga dragoj mëkatar Paradox, më lejon të ul pikët e përbindeshit në fushë me pikët që ka dragoj pluhurit të yjeve. Është i gjithë faji im. Jo, nuk është Yusei. Dragoj pluhurit të yjeve është letra jote, por nuk e kontrollon ti. Në fund të fundit nuk po e bën ti. Çfarë do të thuash? Tjetër, unë vendos 2 letra fytyr poshtë për të mbyllur radhën time. Atëherë është radha ime tani. Kështu që bëu gati! Shumë mirë, le të shohim se ç'do të bësh mbreti i lojrave. Yugi, letrat e mia janë dhe letrat e tua. Mirë. Në këtë rast aktivizoj efektin e rimëshërimit të shpresës që të marrë një përbindësh nga pagoja për në dorën time. Dhe letra që kam zgjedhur është Magjistari Errësirës. Megjithatë nuk e kisha parë atë letër. Unë aktivizoj letrën magjike, njohur si rregullat e lashta. Ma atë jam i lejuar të thëras një përbindësh me 4 ose 5 dhe më shumë yje direkte nga dora ime. Kështu që merr fushën tënde, Magjistari Errësirës. Sipas historisë, ajo letër është e preferuara e Yugit. E di, e mrekullueshme. Po, më e mrekullueshme se ajo mund të jetë kjo. Ai gjithashtu mund të preket nga efekti i veçantë i dragojt Paradox. Për aq kohë sa dragoj pluhurit të yjeve të jetë në fushë fitore do të jetë shumë e vështirë. Më dëgjoj. Nëse është më mirë që dragoji i pluhurit të yjeve të shkatërrohet, atëherë bëje. Por Yusei, është më mirë ashtu se sa të jenë në kontrollin e Paradoxit. Oh, sa prekse. Pra vazhdo tani. Nga dora ime unë luaj letrën magjike lidhja midis mësuesit dhe nxënësit. Meqense ka magjistarin e errët në fushë, unë mund të thëras nxënësin e tij. Vajza magjistare në pozicion mbrojtës. Oh, zot, ka për të qenë pak e vështirë që të kryesohemi këtu. Po ndoshta, por mos harro se magjistarët janë të aftë për të kryesuar. Në rregull. Më pas, unë luaj letrën magjike portat magjike të mrekullisë. Tani me që kam 2 magjistarë në fushën time, mund ta kthej një përbindësh tëndi në pozicion mbrojtës dhe ta vendos në anën time të fushës. Unë luaj një letër kurthi, forca mëkatare. Duke përzgjedhur një përbindësh me forcën mëkatare, nuk mund të preket nga letrat e tua magjike. Që do të thosë se dragoj mëkatar Paradox nuk është më në cënimin e gravitjes. Po, është e vërtet, por dragoj pluhurit të yjeve mbetet pa mbrojtje. Jo,
Yusei, dragoj plurit të yjeve u kthye mbrapsht dikujt që I përket. Faleminderit, Yugi. Ha, ti nuk duhet ta merre Dragojin Paradoksi në fillim, apo jo? Me që po flasim për Dragojin Paradoks, aftësia e veçantë e tij nuk është më tani. Kjo do të thotë se pikët e sulmit të përpindeshave tan kthehen në normalitet. Ta lumt, Yugi. Por çfarë zgjidhe që rikuperove pikët e sulmit të përpindeshave të tu? Dragojin Paradoks ka ende një fuqi të pamposhëm prej 4000 pikë sulmi. Përballur me të, pra nëse ta mban. Unë nuk do e thoja një gjë të tillë. Unë luaj letra magjike, sulmi binjaki magjisë së errët shpërthyese. Me këto pikët e sulmit të magjistarit të errësirës I rriten nga pikët që ka vajza magjistare. Çfarë? Tani përbindësh yt është jashtë loje Paradoks dhe gjithashtu del jashtë numrave nga 1 në 2, kështu që sulmo, magjistari I errësirës dhe vajza magjistare. Erdhi kohë. Është koha që ti gjuajmë mundë për tani. Ja ku po shkojmë. Tani, sulmi binjaki magjisë së errët. Aha, ata fare. Ndoshta kjo lëvizje çoj jashtë loja atë. Këto lëvizje dëshpëruese nuk do të ndryshojnë asgjë. Unë nuk jam dakord. Ti kishe 2 përpinça dhe tani nuk ke asnjë. Dhe unë të falenderoj për këtë. Si që shikon, të gjithë këtë që ke bërë, thjesht I ke hapur gropën vetës. Tani do të vi diçka e madhe, diçka e plot fuqishme. Çfarë është pra? Unë aktivizoj kurthet ndërrimet kohore. Tani që Dragoj Mëkatar Paradoks u shkatërua dhe duke sakrifikuar gjysmën e pikëve të mia të jetës, unë mund të thërras pishën time më të plot fuqishme. Dragoj vërtet Mëkatar. E po, nuk kam parë kur një përbindës kaq të madh në jetën time. Gjithë ajo bisha ty ta tham piten më vlla. Sa po e ka tha piten që tani për atë punë. Kjo është ajo që bëre Yugi dhe besoj se I kënaqur me veten. Unë vendos 2 letra fytyr poshtë dhe përfundoj radhën time. Oh jo, koha po kalon. Pegasusi mund të jetë këtu në çdo kohë. Zoti Pegasus, një stuhi e madhe mund të fillojë nga momenti në moment. E po qyteti është pothuajse duke u zhdukur. Por ende nuk është zhdukur. Kjo do të thotë se Yusei ka ende një shans. Shpresoj që të kesh të drejtë. Është radha ime dhe unë aktivizoj mëkatarin për zgjedhës. Duke hequr ingranazhin e mëkateve dhe Dragojin Mëkatar kibernetik përfundimtar, më lejo të marr 2 letra nga pakoja për në dorën time. Tjetër, unë do të dërgoj 2 përbindësha nga pakoja për në varrezë dhe do të thërras të madhërishmin e errësirës, mëkatarin Dragojin e bardhë me syt blu dhe mëkatarin Dragojin e zi me syt e kuq. Që të dy ata Dragojin me syt blu dhe sy kuqin, pikërisht, ne tani shijo pak fuqitë e tyre. Oh, me që kam 2 Dragojin Mëkatar në fushë, që të gjithë përbindëshat e tu do të mposhten. Gjithashtu dhe përbindëshat e tjerë do të shkatrohen. Çfarë? Unë luaj letrën fytyr poshtë, letrën magjike ndarja e bashkimit, kalor si Neos, koha për të shpërndar. Tani e ke ti Yusei. Unë luaj aftësitë e pastërmës mbrojtëse. Më lejon që të ndryshoj pozicionin e përbindeshit tënd nga sulmi në mbrojtje. Kjo do të thotë se vajza magjistare është mbrojtur. Jaden, Yusei, keni bërë një punë të shkëlqyer në grup. Jo atragoj jon punën në grup. Shko tani Dragoj me syt blu. Bëj ata që sy kuqi nuk e bëri tot. Magjistari errësirës! Më pas unë aktivizoj efektin e veçantë të Dragojit të vërtet Mëkatar. Kjo do të thotë që të gjithë përbindeshat e mbetur në fushën tuaj do të shkatërrohen. Një herë për gjithmonë. Më fal Paradoks, mos mendo kështu. Unë aktivizoj efektin e Dragojit plur yll, duke e shfaqur në fushë për ta anuluar efektin e përbindeshit tënd. Në këtë mënyrë shkatërohet bashkë me të. Çfarë bëre? Kështu që thuaj lam të mirë. Jo ka shpejt. Unë luaj aftësinë tjetër të Dragojit të vërtet, duke larguar krejtësisht nga varreza Dragojin ylber Mëkatar. Dragoj vërtet Mëkatar është I sigurt. Dhe a dini ç'do thotë kjo? Që do të merrë një goditje shumë të madhe. Mos harroni që kur largohet njëri, largon dhe të tjerët. Oh, ha përmenda ndonjë gjë, për çdo përbindje që u shkatrua nga aftësia e veçantë, ju do të merrni nga 800 pikë dëmtimi.
Kjo është e vërteta. Mjaft gënjyet vetëm, po pranoni atë që është shkruar nga fati. Nuk do të dorëzohem, me duhet të luftoj përvarësisht gjithçkaje. Doni të vazhdoni me dy luftimin, po ju nuk mbroni dot atë vetën tuaj. Më pas unë luaj letra magjike ndarja mëkatare. Me këtë mund të kthej një përbindesh mëkatar nga varrezat dhe ta mbaj deri në fund të kësaj radhe. Dhe përbindeshi mëkatar që unë kam përzgjedhur është Dragoi mëkatar i plurit të yjeve. Jo. Ata kanë vetëm 500 pikë jetë të mbetura dhe një sulm nga dragoi mëkatar i plurit të yjeve, ata humbin. Tani nuk ka më asnjë pengesë dhe tani ju do ta shihni shumë mirë humbjen. Dragoi mëkatar i plurit të yjeve, gjerë të gjithë natin tënd. Tani, dueli i përbindeshave do të zhduket dhe çdo gjë që do të ketë lidhje me të bashkë me ju dhe letrat tuaja të çmuara nuk do të ekzistojnë më. Ajo frikë të mërshme. Në të vërtet po bët realitet. Çdo gjë mori fund. Çfarë po thua më vlla? E po ja që gjëra nuk duken aq mirë. Por ti ke harruar që kemi një armë sekrete në anën tonë. Kjo është e vërtet, sepse që të tre ne besojmë me gjithë zemër në duelin e përbindeshave, gjë e cila paradoksi nuk beson, dhe kur ti beson, gjithmonë ke një shans. I ke rënë pikës, ja përse ne kemi një shans këtu dhe që tani. Do është duhet ta tregoj se për çfarë kemi fjalën. Unë luaj magjin flautit rritjes Kuribo. Do na lejon që të marrim Kuribo ose flatat e Kuribos nga pakoja për në dorën tonë. Bëj lëvizjen tënde. Në rregull. Kuribo! Unë aktivizoj efektin e veçantë. Një efekt i veçantë që Kuribo do të marrë sulmin e dragojt mëkatar të plurit të yjeve në vendin tonë. Në rregull, ka një shpresë. Yugi, do ta paguash për atë që më bëre more krem bintyr. Unë nuk mendoj se do të ndodh paradoks, sepse efekti i ndarjes mëkatare do të zhduket në fund të radhës. Kjo do të thotë që do të zhduket dhe dragoi mëkatar i pluhurit të yjeve. Por jo dragoi vërtet i pluhurit të yjeve do të largohet, sepse fal aftësisë së tij, ai kthehet në fushë. Dragori i pluhurit të yjeve. Më bëhet qefi që u ktheve. Yusei. Tani varet nga ti. Është radha jote. Sa për dieni ne jemi pas teje, pra edhe ne gjithashtu. Në rregull, le ta bëjmë këtë, për duelin e përbindeshave dhe për të gjithë miqtë e mi, dhe për njerëzit e qytetit e ri Domino. Mirë pra, vazhdo me lëvizjen, jepi një mësim të mirë atij. Do të jetë kënaqësia ime. Unë luaj një kurth. Mirazhi i pluhurit të yjeve, o sa keq. O sa mirë. Tani që dragoi i pluhurit të yjeve është në fushë, unë mund të kthej mbrapsht të gjithë përbindeshat që u shkatruan gjatë kësaj radhe. O, qfar? Por unë sa po i hoqa nga faqja e dheut. Tani, për të heqjen tonë dhe për mposhtjen tënde, paradoks. Unë kam një lëvizje shtesë për të bërë. Ja ku është, do t'ja vlej. Letra e kurthit, forca spirale e Neosit. Kjo të fushon pikët e sulmit e një përbindshi në fushë. Unë gjithashtu luaj një kurth, forca spirale e errët. Fal kësaj forca, unë mund të zgjedh një përbindesh në fushën tonë dhe të dy fishoj pikët e sulmit edhe një herë tjetër. 10.000 pikë sulmi, o jo! Pikërisht! Magjistari Ercirës! Në sulm! Heroi elementar Neos! Sulmo! Le të themi të vërtetën! Drita gjithmonë ka tejkaluar Ercirën! Shko! Dragoi i pluhurit të yjeve! Në sulm! Tani shko! Vaga erë kosmike! Jo! Kemi lajme të mira, Pegasus, moti tani është në rregull.
Ishte sigur që për ju ëndra është bërë realitet, me që keni dashur të më shihni nga afër. Le të shohim se çfarë lëvizjesh ke. U thjesht vetëm pak njerëz. Pra, me sa duket puna jo mbaroi këtu. Kështu duket. Po mirë, kjo duket një lam të mirë. Ishte kënaqësi t'ju takoja që të dyve. Si mendoni të mblidhemi sërish në një ditë? Po, kështu shpresoj edhe unë. Por të paktën gjithë bota e doli të përbindeshave është në rrugën e duhur. Është shumë e vërtet, Jusej. Ndoshta mund të duelojmë me njëri tjetrin. Megjithatë, çfarëdo që ndodhi, lidhja që sapo bëm sot ishte thjesht një provë e kohës. E gjitha fal kohës. Absolutisht. Më në fund, unë në një farë mënyrë kam lënë të shkuarën dhe jam fokusuar drejt së ardhmes. Paradoksi mendonte se bota ishte një gërmav, por unë e dija që kishte një dritë shprese për të ardhmen. Jemi ne ata që e krijojmë. Dhe së bashku do të krijojmë një të ardhme sa më të mirë. Sepse e vërteta magjike e duelit të përbindshave nuk është vetëm tek letrat, është tek miqësia që unë kam krijuar, vetëm fal lojës. Radha është radha jote! Radha jote! Është koha për duel!